3 tetor. Respekt për mitatfrashërin e madh. Në 3 tetor të vitit 1949 është gjetur i vdekur në dhomën Notin Hotel. Ai që konsiderohet babai i komit. Sa herë që shkoi në Tiranë, kaloi disa çaste tek varri i tij. E gjeta në shtator varrin e thyer si 2 vjet më parë. Turp. Sot duhet të sugjeroj diçka nga fisniku Orhan Sakiqi. Ai thotë që kandidatura më e përshtatshme për Tiranën është Gent Karpata, urbanist. PD-ja nuk ka përse të kërkojë uha nga mbeturinat, bishtat e cigareve të Sorës. Enough is enough. Doni i madh nuk fal. E tha tek ceremonia e Charles Kirk, kur e shoqja e tij tha që unë e fal vrasësin e Charlesit. Trump i tha, jo, unë nuk fal njeri. Unë i urrej kundërshtarët. Ajo që Rama tha në atë summit në Europës është subkonscienca e tij që flet. Është Hoxha, është e Kurani i saj, është religioni. Mos i duket ta bi anti-amerikan në thelb gjithë jetën. Edhe pse janë në NATO, zemrën e kanë tek Traktati i Varshavës dhe tek Moska. Doni nuk fal. Fatkeqësisht, media e madhe amerikane asnjë rjesht, asnjë sekond për këtë skandal. Vetëm disa faqe periferike internetësh. Megjithatë, nëse kjo shkon tek zyra e Donit të madh, do të merren disa çaste pikërisht me narkoshtetin e Europës juglindore. Trump është i pamëshirshëm me narkoshtetet. Ka filluar të sulmoj haptas anijet e Maduros. Këtu thuhet që Trump do të reagojë si Bush i plak kur arrestoi Noriegën për Maduro and Company. Ndaj karteleve të drogës dhe ndaj kryetarëve ose kryeministrave të shteteve që janë të lidhur me drogën, Trump do të jetë i ashpër. Më shumë fokus.